kemi disa shprehje përshëndetje. I kemi në shqip dhe në anglisht, ashtu siç kemi vepruar edhe në mësimet e mëparshme. Këto janë disa nga shprehjet më të përdorshme në gjuhën shqipe. Në mëngjes, zakonisht ne përshëndesim njëri tjetrin me shprehjen mirëmëngjes. Në anglisht, good morning. Pra, në shqip, përshëndetja është mirëmëngjes. Mirëdita është shprehja tjetër në shqip. Mirëdita themi zakonisht paradite ose në mesditë. Në anglisht, good afternoon. Në mbrëmje themi mirëmbrëma. Pra, në mbrëmje në gjuhën shqipe kemi shprehjen e përshëndetjes mirëmbrëma. Në anglisht, good evening. Kur duam të ndahemi nga një person, ne themi ditën e mirë. Në anglisht, good day. Pra, kur ndahemi nga një person, ne i urojmë ditën e mirë. Ditën e mirë në shqip. Good day në anglisht. Natën e mirë. Pasi ka kaluar mbrëmja, kemi shprehjen natën e mirë. Good night. Pra, kur ndahemi përsëri nga një person, dhe i themi natën e mirë. Mirupafshim. Goodbye. Pra, në shqip, mirupafshim, goodbye në anglisht.